Pse ju akuzojnë që e keni parë në një kontekst elektoral të votës? Ka një të drejtë Në 2023 i kemi fitu po thuj se të gjitha, qa elektorali do më thënë, nuk e di ku është kjo kontekst elektoral. Dhe në 2025, dakor, 2023 rreth 6 bashki, pastaj bashki që janë bashkuar në propozim, si që është rasti Fusharës Puk, janë fituar të dyja nga Partia Demokratike. Nuk shoh në një, dhe më thënë, ajo do vlente në momentin që mund të ndryshoj balancat e një bashkie të caktuar. Në logjikën time nuk vlen, po janë akuzat jo, po mendoj edhe rezultatet 2025 kanë treguar që nuk ekziston kjo vështirësia për të bërë kalkulim elektoral, po është e çliruar nga çdo lloj çështje, por kemi bërë aty ku është e mundur që të bëhet më e mira, duke ruajtur patjetër disa parametra që janë pjesë e metodologjisë. Ka një të mirë në propozimin që ka bërë Partia Demokratike me 100 bashki, apo e shihni totalisht jo efektiv? Në dokumentin që unë kam parë, ka një propozim sa i përket bashkive me prioritet aspektin rural, bujqësor. Që në pamje të parë ekziston faktikisht dhe ka si shembull Slovenia. Në pamje të parë nuk duket gjë e keqe, por nga ana tjetër në vende si yni me zona edhe malore theksuara, me zona që po hasim dita ditës me projektet nda infrastrukturore për t'i bashkuar, rrit rrezikun e ndarjes dhe thellimin e hendekut nëse bëjmë këtë lloj gjëje. Pra, unë mendoj që ai lloj sugjerimi duhet përfshirë në fushat e kompetencës të një bashkie, duhet ketë një nënkryetar të dedikuar vetëm për bujqësinë, pasi bujqësia duhet jetë element thelbësor dhe prioritar i bashkive, dhe kemi diskutuar këtë gjë. Por sado që mund të duket mirë kur ka bashki të specializuar në bujqësi, mund të marrim, siç e thash, kosto nga krau tjetër, që hendeku që krijohet pastaj në këto bashki, krahasi bashkive të tjera të urbanizuara, do jetë ajo klasikja pastaj qytet fshat që e kemi përjetuar në kohëra të tjera. Lezi, faleminderit. Faleminderit juve.